Ja, schaffa die. Ja, dit zit er. Co to ją katru ma pesmę gdzieś ma? Sotki je ty masz. Trzymaj go, trzymaj sygnał. Goed zeg je Man passar till hålet. Krupne kan jag våga bo till. Vad tar inte jag bo till? Vad våga bo till för såna kommer stå och keva hon. Ja, han är så. Vi måste få stöja. Stöja med dessa. Med dessa plankar vi att vi går vi så. Prima hierbo. Hier, Se podnowi. Ono vam ti šlukja, penja škopo. Jo, ti si šluka že kao sponci, to samo što nema problem. Taj še mora biti, to samo problem. Da vet du mir što čkaja? Jetzt nicht das geht das Ziege die schraube, habe ich dir Fußball, der Fuß und dabei. Ich schon ganz gut auf Schuhe. Sosjes, dit is allemaal zingen. Dit is de green.
Kush po na kallzon shka ndodhi sot, se kanë ardhur polici. Mos e vet mos. Kam ismë. Asi sha. Jo, po na kallzoni pse na kanë ardhur se çka kanë bërë. Çfarë të kanë ardhur këtu ai sha? Televizia do të vjen. Ano, asi sha. Elimir. Push është offside, sa legal sa? Ha? Ja be merre çasja një kënd shkoj ka një çka ka një shkoj. Vallahi bir şey duhet oldu. Merre çasja një, merre futbolda pregu. Jo. O tu ta mor, keç shkoj, ta mor me to çloj.
Ja i ti teško. Dođa mi izli. Е прашумата или ја да збора? Ајде, што се случило? Добро, значи денеска по информација од граѓаните од Саланите од село Љуботен сум информиран дека има полициска акција на лице место јас пристигнав со заменикот градоначелник и со председателот на местната канцеларија. Утврдивме дека акцијата е спроведена финансовата полиција за собирање на нелегалниот тутун кој што го имаат селаните во своите домови, но јас со сигурност тврдам дека не е нелегален, туку е стекнат на начин кој што целата фамилија преку годината го ниже го работи и затоа се информирани значи сите институции во државата. Се надевам дека за брзо време ќе се заврши ова голгота на народот и ќе ги решиме преку сите правни институции. А добро, зашто има толку автоблинди, како се кажа на македонски? Хермелин, да, хермелин. Не сум безбедняк, но предпоставувам дека има некоја си проценка на ризик, заради тоа што се работи во 8 објекта. Че не е во еден, во 8 објекта и предпоставувам дека тоа е проблем. Гледате, мирно е, нема никакви проблеми од страна на селата. Рековте голгота на граѓани, да не е голгота на полиција што инволвира оваа акција или ова е револт на граѓани што ги блокира таа? Видете, природно е, ако дојдат кај вас, кај дојдат кај комшијата, предпоставувам дека сите сме сложни и јас сум дошол тука за моите селани или граѓани кои што се на територија. Накој што ви велат граѓаните во контакт со нив веќе неколку часа, што ви велат? А ништо, истото тоа и они се запретпоставени, не знаат што се случува, само се гледа дека се одзимаат тутунот и одредени машини. Што гледате дека и машини се Банот kam punu prej shumë vitesh këtu me duhan. Pse ti kryj sot është ndërmarr aksia? Çka ka kontraband, çka ka ilegale këtu? Mendoj që ti fshat mirë me dyshierat, siç e dinë gjithë në shoqërinë me Duhan. Arsia është për momentin që në fshatin tonë tokat nuk i kemi në këtë pronësi çdo person, domethënë çdo banor i këtij fshati që të ketë drejt nxjerrje kontrate. Edhe arsia numër 1 është kjo që banorët e fshatit kur shkojnë me nxjerr kontratë me to që janë relevante për marrjen e Duhanit, ato nuk ja mundsojnë për shkak se nuk i kanë, domethënë nuk kanë posedojnë certifikatën në bazohet në emrin e pronarit që ka, po është e babgjishit edhe e gjishit tokave, ajo arsia është që nuk i lejojnë që të nxjerrin kontratë. Mendoj që kjo është një akt jo i mirë, sepse njerëzit që ka mundohen për kafshatin e gojës, në fëmijët e vet, dhe ta ruajnë familjen e vet, që mos të migrojnë dhe mos të shpërngullit të shkojnë në qytet, faktisht disa herë bëhet tentime në këtë fshat për fat të keq që bëhet ndërhyrje e policisë, domethënë edhe marrin në këtë homë. Për fat të keq kam që kjo nuk është një punë e keqe për njerëzit në mbjetu, për mbjetesën e familjeve dhe fëmijëve. Dhe kjo mendoj që duhet policia me çdo kusht sa merret të largohet nga ky fshat. Edhe nuk ka nevojë të vinë me autobus këtu, sepse ne jemi qytetarë, jemi banorë të këtij fshati dhe jemi njerëz që janë specializuar, e dinë çka është e mirë dhe çka është e keqe.
para arsye, mendoj që në emër të fshatarëve ne kemi dalë të gjithë së bashku jemi solidarizuar për një që ti mbrojmë domethënë të drejtat e banorëve të fshatit tonë. Unë nuk mund ta kuptoj që tash problemet me pronësisë të reflekton në këtë mënyrë me autoblinda. Edhe unë s'mund ta kuptoj bashkë si ju, edhe unë i bashkon bisedës, unë drejtë çka pas, unë nuk e kam të qartë. Biseda që keni pas me qytetar, edhe a ju kanë thënë diçka për shembull në rast se policia nuk largohet, çka do të ndërmarrin qytetarët? Qytetarët çka do të ndërmarrin çfarë? Do kanë bënë vetë revoltë, kanë tregu, kanë dalë gjithë janë mobilizuar, kanë dalë këtu në shë revoltë që më tregu me këtë akt tregojmë që ne nuk pajtohemi më që ju keni ardhur këtu kështu në mënyrë me autoblinda sen. Kjo është mendoj revolta edhe ajo biseda që duhet ta thonë qytetarët e fshatit Luata. Mendoj që ju pajtonin këtë. Si do vazhdoni? Si mendoni vazhdoni? Po ne jemi menduar tash me njerëzit që kanë adekvat, kemi biseduar, do të mundohemi çka është më smiti, po mendoj që edhe na shton që dohoni çka mirët në për shtëpiat, të shkojmë në vend të saktuar dhe atë njësitë që kanë adekuate për mbikëqyrjen e këtij prodhimit. Do ta nëse analizojnë që është prodhimi i këtij fshati, atë do të kthejmë. Kështu na kanë thonë, po sa është që reale nuk e di. Në fakt do të vendosim të shohim fare. Domethënë, në rast se arrini të një marrëveshje, dohani të del prej fshatit. Po, domethënë ne jemi marrë vesh që në shtëpi, domethënë ku kanë ardhur kanë hyrë, domethënë do të marrim dohane dhe do ta shënim në një vend të saktuar ku do të mbikëqyret ai personave domethënë çka janë. A çfarë lloj do duhani ishte diçka përmendën banorët nga lumi për këtë huma apo për këtë? Po këta mendoj që ka duhaneve nga jashtë që është nuk e di sa është rrallë, nuk besoj. Faleminderit.